Në kuadër të javës së aksionit për dhurimin e gjakut, sot në fshatin Rogov është mbajtur aktivitet për dhurimin vullnetar të gjakut. Ky është viti i tetë që po zhvillohet aktiviteti i dhurimit të gjakut në nder të epopesë së janarit. Doktoresha Albana Morina, mjeke e përgjithshme në Qendrën e Mjekësisë Familjare në Rogov, u shpreh se është parë interesim i dhuruesve vullnetar të gjakut. Sot është dita e organizimit të dhurimit të gjakut për nder të epopesë së janarit, pra dëshmorëve të rënë në vitin 1999. Pra ky është viti i tetë, pra që organizohet dhurimi i gjakut. Pra përveç që ka pasur interesim edhe nga familjarët e dëshmorit, ka pasur interesim edhe i gjithë banorët pra të Rogovës që kanë ardhur për dhurimin e gjakut. Tutje doktoresha Morina pati edhe një mesazh për këtë ditë. Një thirrje imja është dhurimi i gjakut është më shumë se humanizëm, është dëshmi e kujtesës, e solidaritetit dhe jetës. Organizatori i aktivitetit Nuhi Berisha u shpreh se tash 8 vite vullnetarët dhurojnë gjak sepse kjo është më pakta që mund të bëhet për të nderuar dëshmorët. Na organizimin e bëjmë për hir të dëshmorëve të ditës masakrës Rogovës që është bërë në Rogovë. Kjo është më pakta na shkëmuj me bë sot dhurojmë gjak për këtë ditë. Djemë të ri kanë interesim për dhurim të gjakut, edhe numri i mjaftueshëm çdo vit, veç ka 8 vite na që organizojmë për dhurim të gjakut, numri është shumë i mirë. Njëri ndër vullnetarët që dhuroi gjak, Beqir Zeneli, tha se dhurimi i gjakut shpëton jetë. Kjo është tradicionale, mirët që 15 vite më shumë, dhe kjo i dedikohet për epopejën në QKS që u zhvillu me datën 27, 28, 29 janar, për të gjithë ata që kanë rënë, po dhe gjithë dëshmorëve. Dhe sot është kënaqësi që ne dhurojmë gjak edhe të shpëtojmë një jetë. Një dhurues pati thirrje ndaj vullnetarëve që të dhurojnë gjak jo vetëm në këtë ditë të shënuar. Thirrja ime që të ketë sa më shumë dhurues të gjakut për nder të epopesë së janarit, po ashtu edhe gjithë ata të cilët kanë mundësi çdo ditë viti. Kujtojmë se java e aksionit të dhurimit vullnetar të gjakut shënohet nga data 26 janar 2026 deri më 31 janar 2026.